Kur flasim për tregun e lagjes, por shumë njerëz është thjesht një vend ku plihen ushqimet e përditshme. Por në Peking zbulova një treg paksa ndryshe. E ani ta vizitojmë së bashku. Sa po hynë këtu, gjëja e parë që ndjen është atmosfera e njohur dhe plot gjallëri e jetës së përditshme. Perime dhe fruta të freskëta, ushqime të gatshme që sapo kanë dalë nga kuzhina, dhe klientë që lëvizin vazhdimisht nga njëra pikë tek tjetra. Gjithçka që pritet nga një treg tradicional është ende këtu. Por në të njëjtën kohë po shfaqet edhe ndryshime të reja. Në kafene ulen të rinj, në librari njerëzit lexojnë në qetësi, ndërsa shumë banorë e kanë kthyer këtë vend në një hapësirë të zakonshme për kohë e lirë. Dikur njerëzit vinin në treg kryesisht për të bërë bazare. Pasi plini atë që i duhej, largoheshin. Sot gjithnjë e më shumë tregje të reja po bëhen pjesë e jetës së komunitetit. Tregu po ndryshon nga një hapësirë tregtare në një hapësirë jetese. Vitet e fundit, shumë qytete në Kinë po promovojnë konceptin e rrethit të jetesës 15 minutësh. Me një fjalë të thjeshta, kjo do të thotë që banorët mund të plotësojnë nevoja të ndryshme si blerjet, argëtimi dhe aktivitetet kulturore, brenda një distancë prej 15 minutash në këmbë. Tregjet të reja si ky janë një pjesë e rëndësishme e këtij koncepti. Ato jo vetëm e bëjnë jetën më të përshtatshme, por krijojnë edhe më shumë mundësi për lidhje dhe komunikim mes njerëzve. Nga një treg tradicional në një qendër të jetës komunitare, ajo që ka ndryshuar nuk është vetëm funksioni i hapësirës, por edhe pritshmërisë e njerëzve për një jetë më cilësore. Këtu njerëzit ju vetëm plejnë ushqime dhe të bëjnë pazare, por edhe pushojnë, lexojnë dhe takohen me miqtë e tyre. Po ju, a do dëshironi të vizitoni një treg të tillë? Më tregoni me emrin tuaj në koment.